Radio. Albania Radio. Hapçu në Top Albania Radio me Visianin dhe me Cubin edhe me DJ Vini. DJ Vini në pultin e transmetimit që na shoqëron çdo të njëjtë në këtë me këtë muzikën e kaq të bukur që me të drejtën falenderoj Vin. Po, edhe ajo që vlen për të përmendur, akoma s'kemi dalur nga zona e nxehtë e rubrikës së AI, sepse tani kemi një surprizë të veçantë për të gjithë dëgjuesit, veçanërisht për fansat ose ndjekësit e Portokallis. Kemi një këngë të dedikuar të gjithë aktorëve të Portokallis, ku në të cilën thuhen gjëra personale. Unë jam mërzitur pak, Visian. Ti je mërzitur pak, por është realiteti. Është çështje këndvështrimi. Shiko, në sensin duke qenë se njerëzit e dinë që të kam mikesh të afërt dhe njihemi prej kaq shumë vitesh, unë s'do të bëja qok në këngë. Jo, absolutisht, po për te kësaj, se unë bëj shaka, por është vërtet një punë shumë e bukur dhe unë të tash pastaj do të them bravo. Dhe bravo vërtet për gjithë mundin, sepse ndonjëherë ne shikojmë rezultatin dhe kënaqemi dhe them sa bukur kaq. Por njeriu ka punuar shumë për atë gjë dhe ti je lodhur. Jam lodhur me thënë drejt, kam bërë tekstin me shumë qejf, po ajo që ishte e lodhshme nuk ishte vetëm teksti, po ta bëje këngën kaq perfekte, domethënë se kënga ka dalë pothuajse 90% perfekte. Ka një 2-3 momente ku nuk kuptohen mirë fjalët që kam thënë për kolegët tan, për shembull emrin e Eugenit nuk e thot dot e ai, për shembull Juksini e thot. Nëse dëgjojeni këngën dhe rikthehemi më pas për ta sqaruar më tej. Dëgjojeni vazhdojmë me komentet. Këngën e Portokallis. Familja e madhe Portokalli, aktor të vjetër, aktor të ri, artista të mirë me zemër të madhe, vij në punë me halle pa halle. Nisi me bobat e vjetër në Portokalli, gazi si gazi, djale flori, po shpërthu me mindro shtepi. Ledio me te ka si djersa në duar, edhe kur del mirë ka diçka për të shtuar. Albana e qet, nuk prish qef, por kur flet, më mirë vini vesh. Marini artist dhe me më e gjallë, pa për mëndorin jo nuk ka shans. Regjisori liri pozitive artisti, ka bër bash gjithë ka tipa të Kris Salsano, i vjetër sa vetës skena, në mosh se kshu të fut lapën mrena. Romiri i gjatë, plot ironi, ketë sezon nuk flet ka sjele njërisi, vjen dhe gjemi her pas here, vjet tek i madhi me bot paralele, qunat flori me ideina stari, jorke serios nuk flet i pari, blinte me Karli kun se ndanë, Sandri shumë tip shumë baba qan, kamarjeri modern si Gjevi Muslymi, të thot mirë mëngjesi në skene krimi, tu fa artistash nuk baron me kaq, qoda angji, policet flak. Askush nuk e kush është me i gjatë, erditi kërkon një mini konflikt, kejdi pe kort se beriri si, dyshe me jukshin pe kort se dhe aj, gango në skene, gango në jet, gazi dhe ledio e dini vet. Do t'i pajtoj pa tjetër o jet, Visiani kuptohet ku ka diçka, po ta legjende me nerva është ba, Kjubi kuna dhe nga të pelena. Një bur nuk gjithë si ledio e shkreta, Akili nga stand-up na u benip, nuk është djall i keq për shumë tip, Ermiri i fundit erdi a i, Saga pa o plaksa me gjatë dhe ti, por kujdes me kak s'ka mbaruar, Ky emision s'dori pa u prezentuar, lere të rjedhe e ti dhe tajo, Kiara Tito on the floor. Ne vina si mat, si lozonjare shpesh her, salla unik, plot shije në sken, nga pas kemi yje sigurisht, Mon Lakoshta i, Bobi roleve dhe Marli artist, po t'qill një kalot, të palodhur gjithmon, dyshja unike. Lila dhe Nini, gjetje klasike, familja e madhe Portokalli, aktor të vjetër, aktor të ri, artistat e mirë me zemër të madhe, vinë në pune me halle pa halle. Familja e madhe Portokalli, aktor të vjetër, aktor të ri, artista të mirë, në zemër të madhe,
Vi në punë me halle, pa halle. Familja e madhe, portokalli, aktor të vjetër, aktor të ri, artista të mirë, me zemër të madhe, vi në punë me halle, pa halle. Shumë e bukur. Të emocionoj një këngë e cila është kënduar nga inteligjenca artificiale, por fakti që teksti është kaq i vërtetë dhe i bukur, në fakt këtë do të thoja Besian që u ke gjetur të gjithë personazheve, të gjithë aktorëve më saktë, një për një gjithë secilit. Ka qenë vërtet një punë shumë e lodhshme, kjo shumë e vështirë. Se duket ndonjëherë si ka qenë e vështirë me thon drejtën, po bëja me qejf dhe qeshja ndërkohë që thoja diçka për gjithë. Kjo do thotë që unë personalisht i njoh të gjithë, edhe kam një marrëdhënie të mirë me të gjithë, edhe vërtet ka qenë e bukur për mua ta bëja, se doja t'ju ja bëja surprizë gjithëve këtë gjë. Edhe fakti që edhe më në fund arrita të gjeja këngën e duhur, sepse e kam provuar, Sa versione ke provuar? 32 versione këngësh, rrymash, nga i pop, R&B, pop, folk, jazz, klasike, country, elektronike, gjithë e kam provuar dhe ky ishte varianti që rinte më mirë, po themi. Që rinte përshtate dhe ishin fjalët më të pastra, sepse ndote shpeshherë që AI nuk e nxirrte aq pastër shumicën e fjalëve. Dhe këtu kuptohet, teksti në pjesën më të madhe kuptohet, pa diskutim. 4-5 gabime janë në këngë. Po vetëm Kubi, që Kubi vazhdon të jetë Kubi gjithandej. Juksini, Kak në vend të kaq thot Kak. Kishte shpeshherë në gabim. Megjithatë ishte vërtet shumë e bukur, edhe në fakt të gjithë kolegët vetëm Mond Rapin se kam përmendur këngë, por Mondit Singelatër do ta përshëndesim kur ta takoj. Maestro Mond Rapin. Po se do thoja, po të përmendja maestron, do të përmendja dhe orkestrën. Edhe pastaj do ngil teatri orkestrës dhe ishte dilte shumë e gjatë, e kupton, ishte e pamundur ta bëje kaq. Megjithatë vërtet bravo, Vision. Faleminderit. Vërtet bravo, dhe unë e di shumë mirë që ti e bën me shumë pasion, e bën me shumë dashuri. Kur e bëj tekstin e bëj sinqert. Sepse unë kam bërë gjëra të tilla për shumë njerëz të afërt mit. U kam bërë nga një surprizë. Unë kam bërë një qerasje e familjes që në fillime. Ta kam bërë qerasje. Edhe kam qarë edhe në makinë. Është vërtet, është vërtet. Dhe në fakt kur e kem dëgjuar për herë të parë, sepse nuk e kishim dëgjuar ndonjëherë këtë versionin e AI, po ti nga këto zbulimet që bën, si një njerëz që gjithkohës edhe hulumton edhe shikon, dhe ishte vërtet surprizë shumë e bukur, por dhe reagimet e gjithë kolegëve tanë ishin shumë pozitive, e vërtet është. Tani Cubi, ne do vazhdojmë më pas me një ndër rubrikat më interesante. Po, patjetër, por tani do më lejosh që të qeras unë ty me diçka, po do të qeras me një gjë shumë të mirë. Madje di çfarë, hajde të ta them kështu veçma se nuk dua që ta dëgjoj edhe Vini, por është një gjë shumë pikante. Me back vokalet saj. Me këngën Shallow. Dhe në fakt një këngë shumë e bukur, unë prandaj e them DJ Vini, ore ti DJ ti e bëri të mërshëm, e thënë drejtën, ke filluar më duket se mi kupton pak këto shihet e mia muzikore dhe ke ikur nga ato shihet e Visianit. Shumë grop muzikë, edhe ke bërë shumë mirë që ke ikur. Ja, muzika është fantastike. Me them që kjo muzikë nuk është. Po çfarë muzike do ti ore? Po nuk dua më unë asgjë, thjesht po komentoj muzikën. Vini, pse çfarë ditë Vini ne dashur. Pse çfarë është Vini? Po shikoj, po nga që isha. Çfarë është Vini? Po ore, Vini nga punoja Radio Momli, po për herë të parë punoja unë me të. Edhe doja të krijoj edhe unë ato siguritë e mia. Vini e dashur Cubi, jo po është një mix midis Gold Radio dhe Modern Radio dhe Classic DJ dhe Modern DJ. Pra është ajo çka i duhet një emisioni edhe një radio jetë tillë në fakt, po. Dhe faleminderit e meriton Napçu Vini. Faleminderit. Të dashur miq, kemi ardhur në një nga rubrikat më interesante të emisionit ton Napçu, që është rubrika Shëndet Paç. Është një rubrikë e cila lidhet drejt për drejt me popullin, me dashur popullin. Dhe ju si popull, me ju miqt tan, kudo që ndodh. Ja, e shikon, pa e mbaruar akoma, e kuptuan. E kuptuan direkt, po di. Alo, përshëndetje. Alo, çfarë bën ja? Oh, përshëndetje, çfarë bën? Përshëndetje. Mirëmbrëma. Ku kam telefonuar këtu unë? Ku ke telefonuar? Po kë kërkoje telefonoje ti? Ne. Ore, ç'është kjo radio hapshu e ç'është kjo?
Po, ne jemi. Ky është emision, radio është Top Albania, emisioni është Rapçu. Dije unë gjortu e si janë hasare, amanim jeti dërmane. Po, vlla, më thuaj vlla. Ore, që shko puna votimeve këshu e vlla? Si që është puna? Po votime më vlla, votimet. Ore, kisha rruar dhe në borit hapur unë. Po? Ma kishin shtruar u borit me asfalte. Po ti pas ke qenë me fac, more, pas ke lindur me këmish. Qa thu? Po ti me ma kanë dorë u borit me asfalte me semafore me vijat bardha. Po shumë mirë se si e dojo borin ti me bardh. Po mirë, më fal, ku të qonë o borri joto vlla? Po ku të borri, po ke shtëpia, vlla, kemi ngjerë shtëpia sa fëndera, kanë bërë asfalt. Kalojnë makinat aty. I kanë asfaltu derën. Po marrojnë këto votimeve. O vlla, si të kanë bërë, të kanë asfaltu derën, kanë mendu se është rrugë. Vlla, kemi ngjerë këtu me gjithë familja, më kam ngjerë çuni këtu, po hiq në klasë dytë akoma s'ka shku shkolla. Po juve rini në balkon, në verandë, çfarë keni aty për shembull? Dhe mund shikoni makinat. Thua me këtu ku turbonera ziftin ka asfaltin i motë. O zotri, po ti nga na telefonon? Në çfarë zone je? Jam shtëpia, çfarë zone? Shtëpia s'kam dalë nga shtëpia. O vlla, më fal. Një pyetje. Ka shumë keni fjet gjumë sa, domethënë fjetët dhe kur u zgjutën gjetët asfalt? Jo, këtë vllaje, çfarë jetë më fiksuam nga asfaltit e ziftit në borën në si kvapije. Çunat kanë punuar kaq mirë në heshtje, perfekt. Bravo, po mirë tash, nuk votoni dot ju nga asfalti, si është puna? Ora, unë dua të shkoj të votoj se s'bën, se kjo që kanë bërë është pa drejtësie. Po nga je ti me origjinë, vlla? Origjina nga Levani, vlla, me origjinë po jetoj nga zonat e jugut. Fakti që jetoj këte, vlla, me si po pres të votimet. Po Levani nuk është më vlla, është ca kalon Fierin. Ora me të për origjinat keqen. Jetoj dhe në Mallakastër ai për shembull. Kuptoj. Ora çdo, fakti që ne jemi nga jugu valla. Kam parë këto zgjedhjet, kam parë këto fushatat. Edhe fakti që jemi nga jugu jemi çuar gjithë bashkë do votojmë Tom Doshin. Kë do votoni? Tom Doshin. Tom Doshin. Po Toma nuk është në jug. Nuk kandidon Toma më vlla vet personalisht. Po si valla, po vatë Sarandë kishte shkuar, kishte bërë gjithë Sarandë. Po mirë, kam ledh për ti qeras, o vlla. Po ne ku të na heqë zifin nga borri ai Toma? Po nuk e ka bërë Toma këtë punë, more. O vlla, shiko kë keni aty në jug kandidat, se Toma s'është. Po shiko, vlla, mos mund nga shtëpia nga zifjet, kësë vlla. Ore, më fal, mos keni zëqinen ju aty. Kam përshtypjen. Sa ai nga Levani në Fier, në zonën e Fierit ajo ishte. Zeqineja, mos ta ka asfaltuar Zeqineja shtëpinë. Po, dhe ti nuk di gjë. Po s'pas ka bere, ajo shkushka, jo ka bere. A Zeqineja s'na bere, e faleminderit shumë që mba zirje. Do shkoj ta kam bere, po dola nga shtëpia, po s'kam si bere tjetër. Po ke lopatolla ta gërmor ziftin aty, ç'a bën? Ore lopatën e kam punë të borit, po me ç'a dalë punë të borit. Lopatën e kanë shtruar. O vlla, po jam kurioz me çoni foto të shtëpisë më plak, se pasi një shtëpi të çuditshme. Si jo e kanë bërë asfaltin, ju e keni derën e shtëpisë nën tokë, që ju e kanë asfaltuar. Ore gjok tu të keqën vaja, rruga para shtëpisë time ka qenë gjithmonë me gropa. Po. Zgjedhjet shtruan asfaltin, kisha harruar derën në borrit hapur, e hyri asfalti derën në borrit që ne të pëndojnë një ato. E po ti vete pas ke fajin, o zotri. 20 centimet keqën vaje, qa bëjnë këta këtu? Shiko tani, ata të kanë bërë një nder, do me thënë duke qenë se kanë shtruar rrugën, ata kanë menduar edhe oborrin aty përpara se ti e ke lënë edhe portën e hapur, kështu që ata s'kan pas faj. Unë them të sugjeroj të bësh i tabel, të vesh i tabel është shtëpi, që mos vinë ai makinë me shpejtësi vlla, që u shtypi mrena. Po ka nërë po ina të parkojnë në borrin time, kujtojnë se është asfalt, parkojnë aty para derës. Po mirë, lere parkingun 2000 lekë, si dhe je rregull. Bëj me lekë parkingun olla. Ore keni numrin e Zeqines ju? Zeqines. Ja do shohim tash të ta japim vlla. Do shohim ta çojmë. Faleminderit shumë ajo Zeqinea, Rostom Dogje. Se qire kishë Zeqinea me Tomën. Shumë faleminderit, gjithsesi shumë faleminderit për telefonatën. Faleminderit shumë me bërshi hajë, mbajnë këtë emisioni se s'kemi qa bëjmë, jemi mbyllur shtëpia. Ja, ne hapur do jemi, deri në 8. Pastaj vazhdo ndiq Top Albanian se ka emisione tjera vlla, do kënaqemi, do kaloni mirë. Faleminderit, atë iki këta zgjedhja marrë dalim edhe ne nga shtëpia. Dhe mbi gjitha vllai, mbi gjitha do keni mundësinë të njiheni me shtëpisë. Ti njihni se janë njerëz të mirë. Të rrini kohë me njëri tjetrin. Kaloni me njëri tjetrin. Fakti që kemi ngjerë këtu kuptova se kam një djalë më shumë se diam.
Ja, shef. Ke mundësi të bësh të fëmijë të tjerë valla, tash që e mrena. Ke mundësi të zhvilloheni si familje. Natën. Kam hasë të gjej ku jesh ky tjetri, vase ky se jemi fare. Ja se do e pyesësh gruan do të thotë tash do të tregoj gjëra. Meru, tani ke kohë që të rish edhe të merresh me familjen. Shumë faleminderit zotri. Të përshëndes. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën. Mirupafshim. Qytetari nga Levani vërtet misterioz, një herë gjante si nga Levani, një herë si nga Mallakastra, një herë si nga Mamurra, si ku dhen çik nga Shkumbini e sipër. Ishte vërtet interesant, po si duket varet nga puna, ku punon, e kupton? Po, s'ka faj oficer rrezik. Kam i shok është nga Pogradeci, por nga që gjithkohës punon me kosovar, edhe më thot një herë shu vllau jam vllau, o gjigant, se më çfarë ndodh ti nga Pogradeci. O vlla, ç'ne ke kaluar vllau jem. Ti je nga Korani o vlla. Po shikoj, tani punrat njerëzit domethënë lëvizin gjithandej, kështu që nuk është më si dikur, po themi që ne përcaktoheshim se punonin vetëm në një vend dhe dialekti ruaj. Ço ke provuar një herë peshkun Koran? Po, e kam provuar. Është i mirë. Po sfer, o vino. Edhe ka si çështje sedre. Nuk do ta shaj Nuk do ta shaj Kurani, po shajemi se nuk është peshku që kam bërë vetë. O vino ka mban qendrim që s'do të flas keq për Koranin se mos i ngel hatin. Po sepse shiko Korani në vetvete është peshk i mirë. Pavarësisht se unë nuk kam asnjë lloj dëshire për ta ngrënë Koranin. Unë s'kam asnjë lloj preferencë për peshqit e nuk më pëlqen. Tëmbla sepse kanë një shije të çuditshme dhe një aromë. Ka një aromë si tip kërme. Por do t'rregoj një gjë për këtë. Kthehemi pas pak. Si personazhi që ne kishim pak më përpara, apo jo, i dashur kolegu im. Megjithatë, po, alo? Wow, sa shpejt erdhi. Përshëndetje, mirëmbrëma zotri. Ju jeni emisionit të shtima? Jo, ne jemi apqu, në fakt. Po mirë, të shtim është ajo, qarë është ajo, qa i thoni ju në Tiranë? Po, shiko, dakor, quhet të shtim, por emisioni titullohet Hapqu. Edhe pastaj themi shëndet. Përshëndet, jam Sotin nga Vlora. O motra, të kam marrë se më ka stresuar shumë kjo qeveria, olla. Pse, more, çfarë të ka bërë qeveria ty? Ore se kemi dhe patriot të lumadhi në Vlora, olla. Po si ore vjen kjo na deklaron tani do bëjmë aeroportin, do bëjë gjigande, do shpërthejmë ne në fluturin. Po pse o kë mashtrojnë ta vlonjatët? Jo, pse jemi neve. Po jo, më nuk kanë mashtruar njeri më zotri. Sot për shembull u bë ulja e parë në aeroportin e Vlorës, edhe ishte goxha e suksesshme, me thënë të drejtën. Besoj dhe juve... Po mira, ju mund të gënjeni këta në Tiranë, se s'marin vesh. Po si ore, mua më tregon ti ullë. Unë isha këtu në Vlorë, isha para aeroportit. Isha aty ti po na tregon. Unë e pash vetë avionin, po mira si, ky që ullet nuk është ngritur ndonjëherë? Po jo, domethënë ai Po si ullet tjetrit pa ju ngritur o motra tani, më fikson tani. Shiko, ti ke të drejtë se lajmi doli që u ul, por në fakt logjikisht ai u ngrit dhe pastaj u ul, pastaj bëri uljen. Po i diti ku është ngritur o motra, pse se japin me kamera këta? Po ku është ngrit? Pa na trego ti diçka më shumë. Po ky është hidroplan njerë, ky është helikopter njerë, ky nuk është avion njerë, kë gënjeng. Më fal një sekond, çfarë është ky? Çfarë është? Helikopter mo. Jo, ky është avion, nuk është helikopter. Po jo re motra, di ku ti themi avionin në Vlorë. Ku ti thon? Po neve është gomone, me 13 vjet lëvizim me këtë avionin që ulën këta. O motra, pastaj ky. O gjigande, ky e sollën të avionin këtë helikopterin këta e ngritën, po nuk e kapën në kamera, shkoj deri në Panaja dhe u kthye mbrapsht. Dhe pasaj e filmuan ta ndesën kamera, tu tha ky i madhi, Rama, ta filmojnë tani që ta kapim, që na ul avioni për herë të parë në aeroportin e Vlorës. Ti këtë sken të gjithë, domethënë e pe vet, ishe vet aty me sytë tu e pe këtë sken? Po jam biznesmen, jam interesuar për fluturimet unë o motra, unë nuk jam... Nuk jam ronqo, bongjorino të sebat e Vlorës Kuptoj, me çfarë biznese merresh ti, zotri? Unë merrem me trajkti o motra, mua më intereson të aeroporti i Vlorës. Se unë e bëj rrugën e Chicagos 13 herë në vit, olla. Wow, sa shumë, po me çfarë merresh ti më zotri? 13 herë shumë. Po me tregti ore gjithë, ti do dalësh me mua për darkë, ça më pyet mua. Po çfarë tashnore jeti, më kërkon llogari tani. Jo, unë thjesht të pyeta, domethënë më qenë se po bëjmë një bashkëbisedim dhe thjesht po të pyes me çfarë merresh. Po mirë, do numrin e telefonit ma thua me spon. Unë të mora se ka mall, po ti po deshe dashnor,
të vjen vllai në Tiranë. Ora që nge e mirë ti lëviz griu njerëz të shoh. O, si ta shoh të gotë. O, nuk më shikon. Luka, ma si njerëz ta shoh të vajzën olla. O zotri, nuk më shikon se ne po flasim, po me telefon. O Luka, më lidh dot me këtë Top Albanian me fotografi ore, ta shoh të vajzën. A kemi foto? Si ke emrin ti me? Shiko, po ashtu të marrim dhe me video call, mund të më marrësh me video call? E mirë, o Luka, mbahesh një numrin kësaj olla. O motra, po ti na thoj pse na lodhe kot tani, po me kot flasim ne. Unë do të kem fluturime direkte me Amerikën olla. E kuptoj, fluturimet shiko, fluturimet do të jenë vitin tjetër, domethënë këtë vit thjesht ul avioni. Domethënë po, thjesht. Po jo, më është ngritur një herë pa ul, si do ulet? Pa ngritur, më mos jam mendjen olla. Je njëri, jeni në metro në Tiranë olla. Ore më fal ti vet apo thuaj që e pe? Kalo. Normal olla, fiton ai gjesti, e kupton ti apo jo? Bëhet një Big Brother ku s'keni futur asnjë vlonjate, kupton ti apo? Ore jeni të lojtur ju në Tiranë, ju më hiqni mendjen. Ore shiko, pse nuk o do ju vëm tran në Vlorë mos të kaloni o. Jo, mos na i bëni këtë aman, ju lutem tani ne shoqërisht që vendosëm aeroportin. Ju duheni mbytur në det ore. Ju jeni për Vlorë ore. Ore se meritoni Vlorën ju ore. Po mirë, më dëgjoj pak lutem. Po si ore fiton ai gjesti ore. Po pse çfarë kishte gjesti që mos ta fitonte për shembull? Po gjesti si not moj, si mund të fitoj njëri që si not më. Ka hyrë njëri në det më. Po ka pe gjesti në det. Po diti not, na mos erë moj. Po mirë më fal, është kusht që duhet të di not që të fitoj. Po patjetër, si ore fiton nga një maskull si not më motor. Po pse çfarë do ndikoj noti, domethënë tek fituesi? Ti ore, mos ja merr numrin asaj olla, më bëri me një. O Luka, mo ja merr numrin asaj, më bëri me një. Shiko, të them të drejtën, unë po pres një shofer që të më marri në telefon, edhe mendova se mund të ishe edhe ti ai që unë po prisja, po më duket se nuk. Merja o Luka, merja numrin, merja se ma u qimodi. Nga jo mori gjindi. Unë nga Tepelena jam. Merja numrin. Ne jemi shumë afër me njëri tjetrin dhe më duket çuni, nga është me origjina ai. Ai është nga Puka, nuk bën ai. Maloka ai, po miro, unë me Malokën bashkëpunoj, pse në Chicago me kë punoj unë. Biznes. Po gjithë nga Veriu i kam shok të mirë, pse i shanin veriore, mos ja merr Luka numrin çaj. Po nuk shava unë. Mos ja merr, më bëri me nerva. O zotri, do qetësohesh pak të lutem? Do qetësohesh pak? Po zëmra, më fal o zëmra vllai, por e kam qenë me nerva. E të shikoj. Ma u qëndruin ta me aeroportin e Vlorë. Unë do të shkoj në Amerikë ore. E kuptoj, po shiko, kismet, vitin tjetër aeroporti do bëhet funksional. Dhe ti deri vitin tjetër besoj. Do ta sjell Lukën unë të marri. Po prit të sqaroj mirë këtë muhabetin e aeroportit. Ma thuaj përballë, më fol shumë me telefon, e kam bën. Po përball hajde ti fundja në Tiranë. Edhe ne flasim. O Luka, le të shkoj vetë, valla. O motra, po vi vetë. Kur do vish? Se unë për pak mbaroj emisionin. Nisëm avionin, do vemi me skaf nga Durrësi se kam një makinë në Durrës. Shiko, do vemi me skaf gjërë në Durrës, do vemi me makinë, kam një makinë në Durrës. Për 15 minuta vjen ti këtu me skaf? Po 25 futja, se më lërove nënë, unë s'do jes me 320 nora, amor. Mirë, okej, unë do të pres këtu atëherë te Top Albania Radio. Mirë se të vish vetëm me kujdes, ë? Flori. Faleminderit, edhe ti je shumë i mirë. Faleminderit për telefonatën. Hajde. Sigurisht ka njerëz nga më të çuditshmit me kërkesat e tyre të çuditshme. Unë pa puna, më duket se sot do flek këtu. Ikim edhe kthehemi pas pak. Është fantastike. Nuk di domethënë. E çuditshme edhe e bukur kësaj telefonate, si ka mundësi një njeri brenda i telefonate 3 minuta nxorri 18 halle personale. Domethënë ishte i mërzitur me gjestin që s'dinot dhe që kish fituar. Ishte i mërzitur me biznesin vet me aeroportin. Me biznesin që shkonte dot në Amerikë. Pastaj u kap edhe me mua. Ishte edhe beqar, donte të lidhej, s'donte të lidhej. Nuk e di çfarë. Edhe ky Luka që rinte gjithkohë si shkreti në gatishmëri. Kishte një asistent me emrin Luka, që është një i influencuar nga italianët. Shkreti Luka. Pizzir. Per, Luka i shkreta, imagjinoj Lukën i thoshte, ik merre numrin, nuk e merr. Lër, mos e merr. Luka i shkret. Të djeg ferrota. Kusuri im sot se unë i thash edhe i premtova që do ta pres. Vjen vërtet ai, të betohem vjen. Ai për 25 minuta jam aty me skaf. Ai me skaf ecën 250 në orë deri në Durrës, vjen Durrës për çerk ore 20 minuta, pastaj ja fut në autostradë, mund vonoj çik se ka trafik te. Po unë do iki se nuk do ri të pres atë pastaj. Jo, ai të gjen shkon polici do të kush është ajo që prezanton te emisioni Të Shtima në Top Albania Radio.
Perl. Megjithatë mua prandaj më pëlqen kjo rubrika me këto personazhet e çuditshme, këto njerëzit e çuditshëm. Janë shumë të mirë, më thënë drejtën, un kam edhe të sinqert në gjën e tyre. Janë të lezetshëm, un kam kunatën nga Vlora, edhe njoh. Ku ti thua? Edhe njoh shumë vlonjetër, ti besoj sigurisht, edhe un kunatin nga Vlora, kështu që ti ke motrën të martuar në Vlorë. Un thuaj se jam rritur në Vlorë dhe kuptoj më së miri këtë situatën. Nëse Visian, ne jemi gati në fund, Po si kam, o vino. Po çaj bën orës ti më vllai? Fluturon, si fluturojmë ne? Ne fluturojmë. Miq, është kaq e habitshme se si edhe në jetën e përditshme ndodh që kalon koha dhe ti kthen kokën pas dhe shef që ka ardhur Erma. Sa do thoja, kalon koha dhe kalon një fllad kështu nga mbrapa. Kështu fluturim the. Wow, Erma. Rëndësi ka që ai flladi vjen erë të mirë. Vjen Erma dhe shiko sa emër të bukur ka Erma, sepse vetë emri Ermës është i përbërë nga dy fjalë që janë fjalët e magjike të një fëmie. Që fëmia nuhat erën e mamas, Erma. Oh, sa bukur. Dhe foshnja është i lidhur në mënyrë të pashpjegueshme, universale me maman, sidomos në pjesën e fillimit të jetës, edhe aroma e nënës së tij është një ndër aromat e cila emeton një lloj lëndë në tru që e qetëson fëmijën kur ndjen pranin aromën e mamas. Un kam dy gjëra për të thënë për këtë. Sa dëgjua me vëmendjen e zgjidhja, domethënë ndërkohë Visiani na shpjegon për maman. Jo, un kam dy gjëra për të thënë për këtë. Para, observim shumë i bukur, më pëlqen, analizë shumë e këndshme, po do ta shpjegoj historinë e emrit tim për pak, dhe e dyta, pas ke humb kot për ginekolog. Jo, shiko, unë mendoj që ka ndikuar edhe fakti që ai është prind dhe ndryshe nga ne. Prandaj ne jemi kështu tani. E vërtet, po edhe ginekologjia mund më Visian? Do të thënë e shpjegon me atë mirim. Part time, duke pa dorën, a më shkon si proces. Një rrog te, një rrog ande. Futu Zon, pa më realizojë kontrollojë që një pap test tani. Mirë që. Bravo. Çfarë pak i sa kilometra. Shtrëngoj me kujdes, Këto kilometra duke i thënë, zonë, keni kilometra, po i mbani mirë. I mbani mirë. Që më dëshmoj që amër të mua të vesh. Erma, që kemi, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, kishit humbur për pak. Se çdo të ende, më duket sikur nuk mjaftohem me ju. Më duket sikur duhet të takoj ditë për ditë. Ky është kompliment. Tani ditë për ditë nuk të vim dot, por jo, ky është kompliment dhe ne vlerësojmë shumë këtë që the. Shumë faleminderit juve për mirëpritjen. Tani shpejt do na i shpjegosh pak të Erma. Atëherë, shumë shpejt. Si ka ardhur? E di si ka ardhur. Shumë shpejt që na vjen vlonjati çmendur vllazë ka fiksim shumë. Se un kam picir sot. Atëherë, është shumë interesante. Babi më ka gjetur emrin në moment fundit dhe i ka ardhur si epifani. Domethënë si një vizion në mendje, teksa ishin në krizë për gjetur emrin tim, se nuk dinin, nuk e vendosnin dot, domethënë kishin shumë opsione, por nuk kishte asnjë që të tingëllonte ashtu siç duhet. Që të pëlqente tamam atyre, po. Dhe domethënë sikur të duket ndonjëherë sikur rri dhe dëgjon dikë që të flet, po e ke këtu në kokën tënde, nuk është se të flet në jetën e përditshme. Dhe ai dëgjon një zë që thot përpara jush, Erma Mici, domethënë thjesht i vjen dhe ai thot po. Është Erma emri që duhet vënë. Sa mirë që i erdhi ky zëri, se ndryshe do kisha ngel pa emër. Do kisha ngel Boshe Mici. Po. Është një se lidhet me emrin e babait të Altinit, është një personazh në film, Alina. Edhe do e gjente një emër gjithsesi, do ja vinte Alina. Edhe Alina është një emër që po përdoret shumë në botë, shumë fëmijë të rinj. Alina, sepse është një film me një robot, që është roboti i cili ndjen, e kupton? Është Wall-E? Për Wall-E-n e ke? Okej, po. Për të njëjtin film po flasim. Tani, çfarë do kemi sot në lanç, çfarë do gatuni se ne kishim patogjan të mbushur. Atëherë, sot do ham muzikë, do ham byrek me këngë. Byrek me këngë, edhe një fërges me The Weeknd. Oh, The Weeknd. Kjo fërgesa me The Weeknd do na shijoj shumë nga përshtypje. Na kam marrë edhe me çik buk ta ngjym te The Weekndin. Do kemi edhe pak patlıcan me The Top List. Po dy herë patlıcan do knaqemi. Me Ermën sot nuk di të zotrin nga unë Visiani me shumë dashuri, le takimin javës tjetër. Edhe nga unë Cubi, paqim.